إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Gjitha hamdë dhe falenderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Selamat ja dërgojmë mësuesit të njerëzis Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dashur vëllezër besimtar, Islami ka objektivat e veta që Allahu I lartësuar e ka dërguar në këtë tokë. Pra I ka 5 objektiva madhore, të cilat Islami I ruan me fanatizëm, për arsye se janë në dobi të njeriut, të qenjes njerëzore në tokë. Objektivi I Islamit është me mbrojt fenë e Zotit Xhalla Xhalaluhu në tokë, me mundësu njerëzve me adhuru Allahun e lartësuar ashtu siç duhet, nuk I pengon njerëzve nga bindjet e tyre edhe nëse janë të kota, por ja tregon rrugën e drejtë dhe nuk I imponon me dhunë në fe. Neve ju themi të tjerëve që rruga e xhenetit kalon nëpërmjet Islamit, por nëse dikush se pranon, ne nuk e shtypmi me dhunë që ta pranoj fenë e Zotit dhe Islami e ruan edhe fenë e tjetrit. Objektivi I Islamit është me mbrojt shpirtin e njeriut, me mbrojt jetën e njeriut sepse është e shtrejtë, dhe nuk derdhet gjaku njeriut let. Objektiv tjetër I Islamit është me mbrojt mendjen e njeriut dhe mos me leju që njeriu me prish mendjen e tij nëpërmjet pijeve të ndryshme, nëpërmjet ngrënjeve të ndryshme. Pra Islami e mbron mendjen e shoqërisë. Gjithashtu prej objektivave të Islamit është me mbrojt lozën e familjes dhe prejardhjen dhe me ditë gjenezën e gjithë secilit se kush është prindi, dhe kush është baba dhe kush është nana, dhe jo me u përzi këto gjana sikurse që e trumpetojnë çdo ditë nëpër media tona dhe mundohen që ta thejnë shtyllën kryesore të një shoqërie, ajo familja. Dhe e pesta është mbrojtja e pasurisë së njeriut, e cila është gjithashtu e shajt që nuk I lejohet askujt me e prek pasurinë e tjetrit me pa të drejtë, sepse është e ndaluar. E në këtë hyrje me lejen e Zotit do flasim për objektivin e dytë që është jeta e njeriut, për arsye se kohëve të fundit jem të pa gjëra të cilat më të vërtet na shqetësojnë neve si komunitet, si vend, si shtet, vrasjet e shumta që po ndodhin në vendin tonë, që mbrana 2 javë, 3 javë, domethënë shkojnë 10 vetë, sikurse me qenë lepra në livadë. E kjo është shqetësuese për neve si xhallar, për arsye se nganjëherë na çesin në pozitë aq të palakmueshme sa që mendojmë me vete, a thu vallë po ndikojnë fjalët tona, po ndikojnë ato që neve duhet të shpjegojmë, apo s'po ndikojnë fare hiç tek xhamatet dhe tek vëllezërit tonë dhe ndodhin pastaj krime të ndryshme në vendin tonë. Dashur vëllezër, neve duhet ja mësojmë vetes tonë dhe fëmijëve tanë, edhe xhamatit tonë, edhe njerëzve që na rrethojnë, që Allah Azza wa Jalla thotë men qatala nafsan fa ka'annama qatala an-nas jami'a. Duhet ja mësojmë që ai që mbyt një njeri, ai që mbyt një shpirt, është si me mbyt tërë njerëzimin. Është si me mbyt tërë njerëzimin, me mbyt një njeri. Për arsye se Allah Azza wa Jalla njeriu e ka nderuar. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne thotë kemi krijuar njeriu në formën më të përsosur. Wa laqad karramna bani Adam. E kemi nderuar pasardhësit e Ademit. Allah Azza wa Jalla na ka nderuar si krijesa. Prandaj me mbytje është si me mbyt tërë njerëzimin. Si me mbyt Ademin alayhis salam, me shumë komplet njerëzimin. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
Ai që e shpëton një jetë, po si me e shpëtu tërë njerëzimin? Si me e shpëtu tërë njerëzimin? Ne duhet me ju tregu njerëzve këto, me i spjegu edhe të tjerët, edhe ju që i ndëgjoni me i spjegu në mënyrë që ndikon të tjerët që nuk vinë xhami, që zemra atyre është bosh, sikur se që e spjegon poshtë. Zemra atyre është palitar, ja nga hek litar në i ty besimtarit. Duhet me ja spjegu këtë çështje që nuk është lehtë me marrë një jetë. Dela e tjetër mbyt policin, dela e tjetër mbyt atë gruan, dela e tjetër mbyt vetën, dela e tjetër e plagos tjetër. Thu ti jemi në Kolumbia, ku më ditë ku jemi, s'ka xhallar, s'ka fe, s'ka ditë. Duhet t'ja mësojmë gjithashtu që vrasja e besimtarit e çon njeriu në xhehenem për gjithmonë. Për gjithmonë. Wa man yaqtul mu'minan, thot Allahu jalla wa ala, ai që vret një besimtar, fa jazaohu jahannam khalidan fiha. Shpërblimi i tij është xhehenemi khalidan fiha, për gjithmonë. Ai që vret një besimtar, musliman, për gjithmonë në xhehenem. Dhe i ka 3 dënime të trana nga ana e Zotit. Wa ghadiba Allahu alayhi. Dhe i parë është Allah është i hidhruar me të. Kur Allah është i hidhruar me dikë, s'pshton ai. Nuk shpëton. Wa la'ana, edhe ka mallku Zoti xhalla wa ala. E ka mallkon Allah, nuk shpëton, sigurisht që e ka mallku iblisin alayhi la'natullah, nuk shpëton ai nga xhenem. E ka largu nga mëshira e tij. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dhe i ka përgatit atij dënim të rënd. Pra, ne do t'ja mësojmë vetes tonë spari dhe besimtarë. Edhe njerëzve që na rrethojnë, që vrasja e besimtarit, musliman, e njeriu në përgjithësi e sfigua, e muslimanit e besimtarit, e bën që njeriu të jetë në xhehenem për gjithmonë. Për këtë Abdullah ibn Abbas duke u bazuar nga këtë ajet, thot Allahu nuk ja pranon pendimin këtij njeriu. Nuk ja pranon pendimin, ai që vret një besimtar me qëllim. Nuk ja pranon pendimin, do të jetë në xhehenem për gjithmonë. Ebu Derdaja radiallahu ta'ala anhu transmeton një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: kullu dhanbin asa Allahu an yaghfiruhu. Çdo gjuna asa Allah an yaghfiruhu. Ka mundësi thot që Allahu t'ia fal njeriu. Çdo gjuna që bën. Illa man mata mushrikan, përveç atij që vdes pa besimtar. Au qatala mu'minan 'amdan, ose vret një besimtar me qëllim. Këta nuk e falë Allah. Këtë hadith për thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot hoxha. Ai që vdes mushrik, pa besimtar, nuk e falë Zoti xhallahu ala, nuk e bën të njëjtë me besimtar. Edhe ai që e vret një musliman, një besimtar me qëllim, nuk e falë Zoti xhallahu ala, po e dënon në xhehenem. Këtë duhet ta mësojmë dhe duhet t'ja mësojmë të tjerë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith tjetër: zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatl mu'minin bighayri haqq. Dynjaja më u zhduk krejt. Dynjaja që jetojmë ne, bota, krejt më u zhduk. Te Allahu është më e lehtë se sa vrasja e besimtarit me pa të drejtë. Shikoni çfarë vlerë ka njeriu. Shikoni çfarë vlerë ka njeriu te Zoti. Krejt dynjaja më u zhduk. Te Allah është më e lehtë se sa vrasja e besimtarit me pa të drejtë. Prandaj duhet t'i shpjegojmë këto gjëra dhe t'ju shpjegojmë të tjerëve të dashur vëllezër besimtarë. Gjithashtu transmetohet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili naha an qatl al-bahima, i cili e ka ndalu vrasjen e kafshëve bi ghairi haq. Kafshët i ka ndalu me i mbyt me pa të drejtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, është ndaluar, është haram me ndal me mbyt një kafshë, cila do të qoftë ajo, vetëm pse po mund me mbyt një zog, apo vetëm pse po mund me mbyt një mac, apo një qen, është ndaluar me Allah. Çka po jetë për punën e njeriu? Prandaj dashur vëllezër, muslimani e ka për obligim me i ditë këto çështje, e ka për obligim me i besu fort këto çështje dhe me ia tregu të tjerëve të dashur vëllezër, sepse edhe kafshët janë rahat kur muslimani është i drejtë, kur njeriu është i drejtë, edhe kafshët janë rahat prej tij. Nuk iki pastaj për njeriu të drejtë. Tregohet në kohën e Sulejmanit alayhis salam, se sa është sahih, Allahu e di më së miri, po lidhet me temën, që një zog po qëndron mbi deg, po i prit me radhë kafshë tjera të pi ujë,
Edhe njerëzit nuk po guxon me ra me pi ujë, prej frikës, derisa e ka një njeri që zogi mendoj që jo njeri i mirë. Ra me pi ujë, a e gjyti me gurja që rroj syne. Shkoj të Sulejmani a.s. tha, qyshbe tha, po në bashkë që ta po majti mësë që kë nuk gjunë, tha, kë ma qëroj synin, tha, tja qërojnë edhe atina. Ja, tha, mos ja qëroj synin, po deshja petkun që mos do këtë që njeri i mirë. Ta tha, mori njerëzit vesh që nuk o njeri i mirë, mos të fshehet në ato që o njeri i mirë. Pse? Sepse qofë se ne nuk i kemë bindjen zemër këto qështje. Sa dhe që dukemi mirë, edhe dukemi me kravata, edhe peglat, edhe kretë, edhe lymë, nuk bën puna jo, ai prap mundet me e myt njeriu. Prandaj dashur vëllezër, ne duhet me e pas fell bindjen këto që ai që e vret një njeriu si me vrih me vrar këtë dynjan, ai që shpëton një njeriu si me shpëtu këtë dynjan, duhet me pas fell bindje që ai që e vret një musliman, një besimtar, ose si me vrar krejt njerëzimin, edhe Allah nuk e fal. E dënon me xhenem. Kur ne këto i kemi bindje, atëherë padyshim që do të kemi dobi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe të fundit e po e përfundoi, ka thonë ruani nga 7 gjunahet shkatërruese. Ruajeni nga 7 gjunahet shkatërruese, e kanë vetë ja Rasulullah. Po i dërguam i Zotit. Cilat janë 7 gjunahet shkatërruese që shkatërrojnë njeriu? Ka thonë shirku, politeizmi, mosbesimi në Allahun azza wa jall, me i bash shoq Zotit në adhurim, e shkatërron njeriu. E dyta ka thonë magjia, e shkatërron njeriu. E treta vrasja e njeriu, të cilin e ka ndaluar Zoti xhallahu. E shkatërron njeriu. Me vron njeriu që e ka ndaluar Zoti xhalla xhalaluhu me pa të drejtë. Pastaj ka thonë grënja e parë së jetimit është gjuna shkatërrues, me ja hangër mallin jetimit vetë se ki mundsi. Pastaj ka thonë kamata, që është e përhapur shumë fatkeqësisht. E gjashta ka thonë ikja nga fronti i luftës edhe me ilan luftarët vetë në me iksta koveca pet. Kjo ka thonë është gjuna shkatërrues dhe e shtata shpifja ndaj grave të ndershme. Shpifja ndaj grave të ndershme është gjuna shkatërruese. Andaj dashur vëllezër, ta ruajmë veten tonë, ta mësojmë edhe një herë apo gjithmonë këto çështje mirë, t'ja transmetojmë edhe të tjerëve. Mos t'ja vlojmë transmetimin e dinit dhe moralit dhe etikës dhe gjërave të mira veç xhallar me dorë, për arsye se nuk kemi mundësi me pas çasti me të gjithë njerëzit, ashtu siç keni çasti ju në profilet e ndryshme që i keni, qoftë mësues, qoftë murator, qoftë njeri që ka biznes të ndryshëm, qoftë njeri që punon në kafeteri, qoftë ai i cili ka biznese të ndryshme dhe punon në lloj-lloj pune, ka çastje me njerëz të cilët nuk kemi mundësi të kemi çastje ne. Duhet t'ja sfidoni edhe ju në mënyrë që shoqëria të shkon te para dhe të ndalet krimi në vendin tonë, duke lutur Allahun azza wa jall që të na fal neve dhe juve, ta ndal krimin në vendin tonë, ta vetëdijsoj rinin tonë dhe popullin tonë, duke lutur Allahun xhalla wa ala që gjithë ata të cilët ja dëshirojnë të keqen këtij vendi Allahu azza wa jall mos ja mundsoft arritjen e qëllimeve të tyre. Allah të qoftë të para këtë vend me njerëz të mirë të cilët ja kanë frikën Zotit xhalla wa ala, duke lutur Allahun azza wa jall të na bashkojë në xhenetin e tij, ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.